të dashtuna bashkëqytetare, të dashtun bashkëqytetar. Sot na qetën prap në rrugë edhe 2 jetë grasht humbuna. Jemi dalë zemërthyme, të revoltume, me bërtit që ky patriarkat, që po i shndron burrat në kriminela, po vret gratë cep me cep Kosovës. Kemi dalë se jemi të binduna që ne si qika e gratë këti vendi, po jetojmë në gjendje lufte. Për gratë, çdo ditë është luftë! 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 Po jetojmë në gjendje lufte, e shumë prej nesh na mësohet prej fëminis që jeta jonë është në fije të penit. Jetëgjatësia e digniteti i trupit e qenësisë tonë varet prej burrave e një sistemi patriarkal që e shet qikën e grunë në shërbim të pushtetit mashkullor, qoftë në shpe, qoftë në institucione, qoftë në ekonomi. Kësaj, na jemi dytësore e të rrezikumi prej dhunës ekonomike, për dhunimit, rrajes, dhunës psikologjike e në fund edhe vrasjes. Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Krejt kjo vjen prej dhunës patriarkale që ushtrohet përmes dorës së burrave. Prej të njëjtës dhunë mashkullore, përdhunohen edhe burrat, siç na bë ditën përmes lajmeve që në burgun e Dubravës 3 burra dhunuan një burr tjetër. Këto fragmente mund doken që s'kan lidhje me njëna tjetrën, po në fakt burojnë prej të njëjtit sistem e të njëjtës logjik që rra përdhunon e vret. Patriarkati po e dikton fatin ton kolektiv. Të vazhdume na majtë cënushme, të nënshtrushme, shfrytzueshme ekonomikisht dhe klasë me veti. Për herë nën burra dhe vazhdimisht vigjilente për fragilitetin e jetës tonë që na përcakton ky sistem. Vrasjet e kësaj jave nuk janë raste të izolume apo veç tragjedi të mbyllura familjare. Ato janë shpërthime të kopshme të një sistemi që na dikton jetën përmes dhunës. 2 burra që vron 2 gra nuk janë ngjarje të ndara prej njëna tjetrës, po janë epizode të femicidit, pra të vrasjes së grave, veç pse ato janë gra. Drejtësi për gratë e vrara! 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 Janë epizode gjakatare që marrin prej nesh e neve tjerave na lojnë të tmerrume në frikë për asë çka mund t'i ndodhë secilës prej nesh nesër a mas nesër. Këto vrasje sistematike të grave ne nuk guxojmë t'i lexojmë si manifestime të problemeve psikologjike të burrave, apo të gjejmë arsye tjera. Kjo na shpërqendron e nuk na lejon me e pa armikun ton kryesor, patriarkatin, i cili lulëzon dhe grumbullon pushtet të disa burrave mbi gjakun ton. Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Poshtë patriarkati! Tu je ditë fare mirë rrezikun e vazhdueshëm që na e ka nos ky sistem, na sot jemi shu prap, me fol për ato që s'janë më me ne, e për ato që sot janë gjallë, e dikon Kosovë janë tu ju dhunu, tu jetu me frikë e droj prej dhunës mashkullore e patriarkale. Jemi shu për secilën prej nesh, për sigurinë e për lirinë tonë. Për gratë, çdo ditë është luftë! 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 Jemi shu me e denoncu këtë sistem, i cili dhunon e vret, e i cili na kërcënon prej shtëpisë e deri në dyert e shtetit. Jemi qut revoltume me e denoncu jo veç këtë shoqni,
që prodhon kriminal e viktima, por edhe me bërtit kundër krejt strukturës që tenton me na robru. Jemi këto për më kërku llogari prej këtij shteti që ende vazhdon mos me marrë seriozisht sigurinë e jetën e grave, që e ka dëshmu tash e sa herë përgjakshëm që na jemi klasë dytësore. Pikërisht përmes këtij pozicionimi, ky shtet na nënshtron, na eksploaton e në fund disa prej nesh i çon drejt vrasjes. Gratë vritet, shteti heq! 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 Andaj sot, me zemrim, dhimbje e vendosshmëri, ne po e themi prap dhe përfundimisht që ky shtet duhet ta trajtoj me urgjencë kombëtare sigurinë e vajzave e grave në Kosovë. Ne kërkojmë prej këto trajtim të sigurisë së grave si çështje me urgjencë kombëtare dhe si aspekt kyç i sigurisë publike. Ne kërkojmë që kjo qeveri të krijojë një njësi të specializuar për parandalimin e femicidit në nivel ministror. Përgjegjësi institucionale dhe funksionalizim të mirëfillt të zinxhirit institucional, që parandalon femicidin duke përfshirë këto qendrat për punë sociale. Mirë financim të politikave sociale që zbejnë pabarazinë gjinore ekonomike që i mbajnë gratë në dhunë. Kodifikim të femicidit si vepër e veçantë penale. Edukim gjithëpërfshirës në sistemin arsimor që targeton maskulinitetin toksik dhe riformson marrëdhëniet gjinore mbi parimin e barazisë dhe drejtësisë. Ne nuk zmbrapsemi nga kërkesat tona dhe do të vazhdojmë të organizohemi derisa ky shtet të na marrë seriozisht dhe derisa çdo vajzë e grua në Kosovë të jetë e lirë.